dyta, lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës është lobi më i fuqishëm politik, ku mendoj që mund të ketë në përkraje në mbi 365 kongresmen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që deri tani ka përkrahur iniciativat e Izraelit, jo vetëm në lidhje me çështjet e sigurisë, por edhe më gjerë në marrëdhëniet që ka ekonomike midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Së treti, mendoj që administrata e presidentit Trump është një administrat e cila po vepron në kushtet e një sistemi të ndryshëm botëror, jo sistemit që kemi trashëguar pas mbarimit të luftës së dytë botërore, por të një sistemi multipolar, tepër të fuqishëm, ku fuqitë kryesore po përpiqen që nëpërmjet diktatit të sigurojnë zonat e tyre të influencës. Në këtë kuptim, Shtetet Bashkuara të Amerikës mbetet fuqia më e madhe botërore, më e përgatitur me diferencë shumë të madhe nga shtetet e tjera rivalizuese siç është Kina dhe Rusia, dhe si tillë kanë projektuar mënyrën e veprimit dhe strategjinë e tyre për të bashkëvepruar në kompeticionin e gjerë botëror, sidomos në lidhje me Kinën. Dhe interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Iran janë sigurisht kufizimi me energji i Kinës, e cila do ta vendoste Kinën në një faktor të kufizuar në veprimtaritë e saj për zgjerimin dhe për të bërë një fuqi dominuese në Azi. Për arsye sepse Kina mbi 80% të gjithë energjisë saj e merr nga Rusia dhe Irani, duke kapur ose bashkëvepruar me Venezuelën, edhe tani me një regjim të mundshëm që mund të bëjë kompromise për çështjen e energjisë së naftës në Iran, në fakt Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten violina kryesore në të gjithë të kompeticion botëror të fuqive të mëdha, për arsye sepse nuk ka nevojë të miret në mënyrë geopolitike për të realizuar ndihmën për vendet të tjera që janë në rajonin e Azis, siç është Korea e Jugut, Japonia, por edhe Tajvani, por në një farë mënyre fillon dhe kontrollon kompetitorin e tij që është Kina, duke i kufizuar atë elementin kryesor të funksionimit të një ekonomie siç është gazi dhe nafta. A mendoni se ekziston rreziku konkret që konflikti të përshkallëzohet, të zgjerohet, duke përfshirë në mënyrë aktive dhe këto vende të tjera fqinje me Iranin, që për momentin janë vetëm në kuadrin e vendeve të goditura nga Irani në formë kundërpërgjigjeje? Pra, a shikoni një rrezik që dhe këto vende të përfshihen në mënyrë aktive në këtë konflikt, në këtë operacion ushtarak, siç është cilësuar nga presidenti Trump, apo ka një lloj dëshire për ta mbajtur të kufizuar, ndoshta për momentin? Ju me drejt bët dy pyetje shumë të rëndësishme. Në radhë parë duhet të themi që vendet e gjirit kanë patur frikë nga ky konflikt. Bile janë të gjitha analizat edhe faktet që ato kanë lobuar në Washington që të shmange një goditje e Iranit, duke ditur që Irani kishte thënë më përpara që do të godiste në mënyrë jo simetrike edhe vendet e tjera të cilët përkrajnë politikën amerikane, që janë mbretëritë e gjirit. Prandaj që në fillim këto grup vendesh, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Bahreini, Katari, Omani e tjerë, kanë qenë kundër një sulmi të tillë dhe janë distancuar nga sulmi. Tani, çfarë do ndodhi në Iran? Kjo është pyetja tjetër. A do të ketë një mënyrë për të vepruar në kundërveprim të sulmit ushtarak të Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke goditur dhe aleatët e tyre për të prishur balancat e marrëdhënieve në lindjen e mesme? Edhe kjo është e mundur, por duhet thënë që regjimi i Teheranit, i ajatollave,
është në një pozicion tepër delikat tani, nuk do me thënë që regjimi ka rënë, regjimi mund të mbijetoj. Se kjo ishte pyetja ime e radhës, ambasador. A ka gjasa që të bjerë, ndoshta vetëm përmes protestave të brendshme, se presidenti Trump në momentin që konfirmoi sulmet tha